Edhe një shumë faleminderit kryetore të Vendit. I nderuar deputet, soi përket segmentit rrugor Gjilan Kamenic dhe i bord, konkretisht në pjesën nga Gjilani në drejtim të Tjegullorës, vetë se janë bërë ndërhyrje për sanimin e dëmtimeve në rrugë, gropat janë mbyllur me asfalt në kodër të kontrollës për mirëmbajtje dimrore Gjilani 1, si pasojë e dëmtimeve që kanë qenë të shkaktuara nga ujërat dhe rreshtet e borës. Ministria në vitin e kaluar ka hartuar projektin për zgjerimin e rrugës rajonale RN23 nga qendra e qytetit të Kamenicës deri te kyçja e autoudhës R7 te Tjegulloria. Ky projekt nuk është i përfshirë në buxhetin e vitit 2026, andaj do të analizojmë mundësinë e financimit të këtij projekti në të ardhmen, e kjo siç e dini nuk mund të ndodhë derisa të ketë rishikim të buxhetit. Po ashtu, këtë vit kemi angazhuar kompaninë projektuese për hartimin e projektit për rehabilitimin e rrugës rajonale RN26 nga Kamenica në drejtim të Tuxhecit. Pas pranimit të projektit zbatues, do të shikojmë që përmes kodit buxhetor për rehabilitimin e rrugëve rajonale të vazhdojmë me procedura të mëtejshme në të ardhmen. Faleminderit.